Gjilola bën veprime të turpshme me djalin. Vjen djali në shtëpi thot, babi thot, më lëpin mami atë thot, hajde ma bëll dhe ti. Vim aty tek pizzeria. Edhe ç'po këtu ti drejta. Ti le për jashtë. Hajde ti për jashtë. Shka ja bëra me shekë. Mos fal pa hajde. E kam respektuar jo si bashorte, por si fëmin tim. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, po te ta du me Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë këtu tek fotoja ime. Mirë, në ditën e sotme, në live-in tim do ha dritaren për një 37 vjeçar, quhet Bukurosh Ruda, i cili do të tregojë problemin që pas me ish bashorten e tij. Të martuar prej shumë vitesh, prej 13 vitesh, dhe në fund të 13 viteve, pra kur ata ishin në prag të divorcit, u bën prindër të një djali. Në vend që të gëzonin, u ndan dhe sot ky babai ka të pamundur që të takojë të birin e tij. Por çfarë ka ndodhur dhe si është historia, do të jetë pikërisht zoti Bukurosh që do na i rrëfej ditën e sotme, ndaj hapritaren dhe e ftoi. Bukurosh, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, si jeni? Mirë, më ke telefonuar, në fakt kemi shkruar këto ditë bashkë dhe ke një rast që kërkon ta denoncosh dhe me sa kuptova nga mesazhet, problemin e ke me fëmijët. Po. Çfarë ka ndodhur? Atëherë, puna ime është punë një problem i gjatë, një problem si do shi pa drejt i ndodhur, i montuar dhe politikisht. Politikisht? Dhe politikisht, sepse unë kam qenë funksionar i Partisë Demokratike. Tani shikur që na erdhën dorë me këtë rast dhe o burra të bëjmë ç'është e mundur, unë do ta sjell me pak fjalë një procesin, me fjalë me 2-3 gjëra, do ndal një 2-3 pika. Atëherë, unë që më Bukurosh Ruda, unë në profesionin tim jam infermier. Po. Profesioni, si që është profesioni, ashtu jam dhe vetë human, në atë pjesë që unë t'i shoh një pacientët në rrugë, u vindim me çfarë mund të mund, edhe jo ma me bashortën time. Çfarë do të thonë me këta? Bashortja ime ka pas probleme, që kur unë jam lidhur me të, ka pas probleme të shëndetit, disa gjëra, më ka shumë probleme. Ku flasim probleme shëndetësore fizike apo të shëndetit mendor? Jo, të flasim për probleme fizike në radhë parë. I dashur të pjesës mendore kam pas probleme më mbrapa. Okej. I dashur Bukurosh, që ta kuptojmë qartë historinë, më lejon të pyes? Po patjetër, s'është problem. Tash më mirë ta sqaroja unë më pas më pyes, ose ta bëjmë kështu monolog, pyetje përgjigje, s'është problem. Duhet di që jam gazetare, më mirë është intervista. Unë do të pyes dhe gjërat që si kuptoj. I dashur Bukurosh, asnjë problem. Jeni babai i sa fëmijëve? Unë jam babai i një djali. I një djali. Djali im quhet Roy, është i datëlindjes 27 i 9/2021. Është i vogël. Sa vjeç? Është i vogël. Është i vogël, është 4 vjeç, pa 3 muaj i bie. Që me këtë që sepse në datën e 7 ai mosh dhe muajin e 9 për pjesën 100 vjeç u bëft, 100 vjeç u bëft, por bashortja juaj si quhet? Ish bashkëshortja juaj? Atë bashortja ime quhet Gjilola Ruda, Garunja në pjesën e. Edhe një emri, se nuk e dëgjova? Edhe një emri? Gjiljola. Atëherë do të pyes si e njohur ti me Gjiljolën para sa vitesh, për të ma treguar historinë e dashurisë, ndarjen dhe problemin, për ta kuptuar. Historia ime është pak se vetan dhe pjesa e njohjes, sepse do të qenë se njihshin familje, edhe po thosë është bërë familjare, në fjalë jo me pjesën e marrës me dashuri kësaj pjesë. Ka qenë blesëri. Familjar. Kështu me fjalë njihshë babain e saj, ishte dëshira e babait të saj, dhe u bë kjo punë. Gjithsesi unë e kam respektuar jo si bashorte, por si fëmin tim, pse do thosh në këtë mënyrë, sepse tim shumë mirë që bashortet në moment që e mirë të do, në moment që si e mirë nuk të do. Patën me atë njohuri që ma që dalje sa ka mund. Unë nuk mendoj kështu. Unë mendoj që një bashkëshort duhet në të mirë dhe në të keqe. Jo, po themi rastën përgjithësi, sepse bashortja po deshe me diti për mendimin tim duhet më shumë kur është keq.
sepse në momentin që është keq personi, atëherë do t'i vish në ndihmë, do të bësh gjithçka për ta shpëtuar dhe për ta përmirësuar apo lehtësuar shëndetin e saj. Ju jeni njohur përpara 6 viteve, 5 viteve, kështu i bie. Jo, njoja është e largët, është në vitin 2013-ës, pra flasim të 12 vjet përpara. Ti je martuar përpara 13 viteve? Po, para 12 vite saktësisht. Kemi netur një vit njohje, po pasi as një vit nuk netëm, po thush si një vit, dhe më pasi bëm pjesën e martesës, ka pas problemet sikur se thash të shëndetit fizik, kam bërë gjithçka dhe ja kam arritur, ja kam dalë me kjo bazuar në vizitat që kemi bërë, me çdo lloj gjëje, me kure, ka pas problemin më pasi për problemin e ngjeljes shtatzan, që nuk ngjilte, ku për këtë pjesë kam vujtur jo pak, për 7 vite. Bukurosh, kur themi kishte probleme fizike, nga se vuante? Nuk është se kishte, me fjalë, vujtje, unë nuk do t'i citoj shumë me fjalë, sepse duke qenë se unë jam tip që gjërat e problemit të pacientëve unë nuk i bisedoj me asnjëri, te kam pjesë profesionale faktikisht, por kishte probleme të shumta, me fjalë problemet e lëkurës. Një nga këto që kryesh shumë, kishte probleme me pjesën femërore, dhe kemi marrë mjekimet, okej. Mirë, çdo gjë ka shpërmirë, po pasi sepse mendova, i dashur Bukurosh, mendova që kishte probleme shëndetit, mos vuante nga ndonjë organ, mëlçia, veshka, zemra, por probleme me lëkurën. Energji organit faktikisht. Probleme me lëkurën, i dashur Bukurosh, puçra, alergji, infeksione, janë normale, çdo kush mund t'i përjetojë në jetë këto. Ka pas dhe probleme të tjera, po më thashtë që thjesht po rezervohem në pjesë që nuk po i them për arsye të në fjalë etikës profesionale që kam, sepse nuk i diskutoj në fjalë, po t'jetë na afër kështu personalisht. Jo, e qartë, nëse ti nuk do ta bësh publike sëmundjen dhe problemin që kishte gruaja juaj, është e drejta juaj, por gjithnjë të pyeta, domethënë jeta e saj ishte në rrezik, kishte ndonjë problem vërtet serioz apo gjëra që mjekoheshin dhe kalonin? Jo, ato ishin lënë, me sa kam kuptuar me fjalë unë në ana profesionale, ato ishin lënë të agravoheshin, edhe nuk e di se cila ishte gjë për cilën pse kishin lënë deri aty, po gjithsesi gjëra që rregulloheshin, por doheshin një kohë dhe ka hangë goxha kohë kjo pjesë. Ju në atë kohë sa vjeç ishit dhe Gjiliola sa vjeç ishte? Atëherë, unë tani jam në moshën 37 vjeç, më është 22 shtator, më gajt para 12 vite, ke qenë i ri. 5. Po Gjiliola sa diferencë kishit? Gjiliola në mos gabofsha ka qenë jo më diku te 23, sepse pak vite është me mu 2-3 vite mos gabofsha. Ajo i bie 35 vjeç, 36 vjeç. Diku aty sepse ishte ku jemi njohur ka qenë diku te 22-23 diçka tillë. Ju të dy jeni po nga Elbasani, mos gaboj. Të dy unë jam në Shushica, në fshat Elbasani. E qartë, por që ju merr Elbasani. Atëherë ndalemi këtu. Ju njohu babai juaj dhe babai Gjiliolës, vendosët. Faktikisht ka qenë babai asaj që ka bërë këtë pjesë, mendimet dhe babai tim që ka kërkuar, që ka biseduar dhe kjo ka qenë gjë. Por gjithsesi ti e pëlqeve, re dakord dhe pranove të martoheshe me Gjiliolën, jo se ta dhanë me zor, besoj. Normalisht. Mund të më tregosh për jetën tënde, pra sepse ti më tregove që sa u martove u përballe me këto lloj probleme. Probleme të cilat mund të jenë probleme të grave, flasim për pjesën e organit. Problemet që pa të grave ishin goxha të rënda sepse ishin 2 infeksione, të cilët më arrin dhe aty sa mund të rrezikoj edhe shumë.
E kuptoj, por gjithsesi, tani unë jam grua vetë dhe po flas me ju, unë duke ditur që ju jeni një infermier dhe i kuptoni shumë mirë mjeksin, unë jam një gazetare që nuk kam komplekse kur të flas realisht, por që unë jam e sigurt që çdo grua në jetën e saj, qoftë dhe një partner të ketë një jetë, jo shumë partner, se thuhet që infeksionet merren më shumë nëpërmjet marrëdhënieve seksuale, por dhe një partner të kesh një jetë, çdo grua në jetën e saj e ka provuar infeksionin. Domethënë janë gjëra që përballen gratë, edhe meshkujt sigurisht. Nuk është se hedhje dyshimi për këtë pjesë, apo kupton? Jo, as pak. Po pra, As nga ana ime nuk ka pas gjë të tillë, sepse vetë si persona ata që më njohin, jam një i tepër korrekt, tepër serioz dhe nuk jam tip. Por pse ma nxore problem të bukurosh, ma nxore problemin e parë kryesor, pikërisht infeksionin e saj që jo, thjesht ta thash bukuroshin. Unë e kam këtu që thjesht doja ta thoja që në këtë kontekst që unë për atë kam bërë gjithçka, e kam respektuar dhe e kam ndihmuar në raste të vështira, kam sakrifikuar për ta, dhe kur vjen do të thoja tregoj historinë pak dhe më mbrapa që do shikosh që realisht nuk e meritoj atë pjesë, atë thik pas shpine që realisht më ka ngulur. Sepse do ma tregosh hapa sapi dhe dua të dëgjoj me vëmendje ditën e sotme. Bukurosh, ti u martove dhe si nisi martesa jote me Xhiliolën? Martesa që shumë mirë, mas disa kohësh që ne u martum, kemi shkuar në shtetit, kemi nejtë për periudhë të gati 2 vjeçare ndaj, më pas kemi kthyer në Shqipëri, përsëri, kthimi në Shqipëri në një moment nuk ishe i mirë. Pse? Për shkak nuk ishe i mirë për shkak të disa rrethanave të cilët ndodhen. Tash shumë gjëra nuk du t'i bëj sepse duke qenë se janë probleme familjare dhe unë i kam pak si vështirë t'i nxjerr problemet familjare në Jo, ato bukurosh. Unë mund të bëj shumë pyetje, por ti përgjigju pikërisht vetëm atyre pyetjeve që do t'ju japësh përgjigje, kështu që nuk të detyroj të më përgjigjesh. Bukurosh, kur ti u ktheve, hase me probleme, flasim probleme ekonomike, probleme brenda çiftit, Jo, nuk ishin as pak probleme ekonomike, se na probleme ekonomike nuk është se kam vujtur ndonjëherë. As probleme me fjalë brenda çiftit, që thjesht ishin problem familjarët e Xhiliolës, me fjalë kryesisht e ama dhe jati, të cilët futshin hunët. Prandaj tash jam pjesë që unë nuk du t'i po më mirë se në atë pjesën. Unë thjesht duhet dalë të thelbi të cilën është. Bukurosh, ju keni arritur në ndarje dhe në divorc dhe me sa po kuptoj unë ti nuk po takon do djalit tënd sepse përgjatë viteve gjërat janë akumuluar, njëra pas tjetrës. Nuk ka pas kur akumulim, përkundër jam mundur në atë pjesën time që jo vetëm ti sqaroj, po edhe të bëj që ata të kuptojnë që vërtet që unë vërtet nuk mund të ndërhysh në disa gjëra. Pra me në çiftit, pra nuk mund t'i bësh vajzës vënë në zjarr, si thosh. Ti duhet si nën, duhet të respektosh, duhet marrësh vendin tënd, unë jam plotësisht dakord, por jo të kalosh caqet. Sepse çdo prind kërkon të mirën e fëmijës. Por që kjo nuk ka të bëjë me këtë pjesë, nuk ka, thjesht ishte një problem momental, nuk është ishte një problem kështu. E qartë. Por si vazhdoi jeta juaj? Si vazhdoi jeta juaj më pas? Jeta jonë vazhdoi këtë normalisht, unë pas disa kohësh futem filloj punë si infermier në burgun e Rogozhinës. Realisht kemi titull si ndihmës mjek atje. Ka qenë periudha e Covidit, pa fillu. Sa kish filluar periudha e Covidit. Pra, le të themi nga viti 2013 deri në vitin 2013 Bukurosh, deri në vitin 2020 ti nuk e pasur probleme, ke pasur një jetë normale me Xhiliolën. Jo, absolutisht jetë normale dhe bilës bashortja ka qenë në ato pjesë që në ato bashorte që realisht më ka dashur, më ka respektuar jashtëzakonisht shumë dhe kam dashur, kam respektuar dy fishin e më shumë se dy fishin e respektit të asaj. Normalisht do vend ku shkojmë, ishim bashkë, po thuj se nuk dashmi gjatë ditës. E ke dashur dhe të ka dashur, e qartë.
Normalisht. Por problemi hasi mbas lindjes së nusës. Por jo, ndalemi tek 2020 kur ti fillove infermier, ndihmës mjek në Spitalin e Burgut. Po. Fillove punë dhe filluan konfliktet apo në këtë kohë ajo mbeti shtatzën? As pak ishim shumë qetë, ishim shumë okay, shumë rregull, nuk kisha asnjë lloj problemi. Thjesht problemi ka filluar në vitin 2021 pas lindjes së djalit, pra pas shtatorit të 2021-shit. Do me thënë, kur të gjithë bëhen prindër lumturohen, ju ndodhi e kundërta. Pikërisht. Edhe unë mendova thash u shqyrë, i gëzimi madh, aq më tepër djalit i vuna dhe emrin Roy sepse paga shumë e kisha me emrin tim, si thosh Roy, ke pasur në pjesën, edhe doja jashtëzakonisht shumë, normalisht kisha pritur 7 vite dhe 7 vite ishin një pak dhe ishte si thosh ajo është qershia mitore, Roy vjen jetë, lumturi e madhe, nuk kisha me lumturi. Është normale. Shumë lumturi e gëzim nuk zën syri, si thema. Është normale gjithë kjo. Çdo kush që bëhet prind është i bekuar nga Zoti. Normalisht. Mbas lindjes së djalit, më komunikojnë që nuk e shohin mirë bashortën. Ka të shenja të depresionit postpartum, pra pas lindjes. Çfarë bënte? Realisht mori një nxirje në fytyrë, nuk fliste, dhe kur me djalin normalisht që e merrja ja çoja unë, derisa arritëm që mjekët kryt 2 muajve, për cilën kishin një vizitë të djalit, më thot mjekja pediatre që ne duhet t'i ndërpresim qumshin e gjirit në mënyrë urgjente sepse rrezikon shumë fëmija. Okej, ndërprem, në Gjilolës ju shfaqen edhe problemi i tiroideve, kishe mungesë të theksuar të jodit, kishe një fryrje të pjesës tiroides goxha, edem, dhe e morë normalisht e kam qunë në privat, e kam qunë të doktoresh Anila, nuk e mbajmë në emrin se si e ka, pavarësisht se kam pas pedagoge, po ka një mbiemër shumë të ngatrueshëm dhe e qunë të doktoresh Anila, e kur unë për disa kohësh, dhe gjatë kësaj kohe filloi të agravosh edhe situata, i dha doktoresha i ka dhënë një qetësues, me fjalë Gjilolës për stresin e pranë, për këto. Kjo është një fatkeqësi. Një pjesë e mirë e femrave e përjetojnë këtë depresion pas lindjes. Normalisht, pavarësisht se unë i qëndroja afër, thoya mos u mërzit, më shketin, ke mund, për çdo gjë përgjigjem unë. Normalisht jam përgjigjur deri me një duke filluar që të ushqimi i fëmijës, që të ndërrimi i fëmijës, që të larja e fëmijës, që të shëtitja e fëmijës. Gjiljola mbas disa kohësh u mbyll në shtëpi, u mbyll mbrana shtëpisë dhe nuk dilte nga shtëpia, thjesht me fjalë mund të shkonte në herë ku shkonte tek amba e saj. Mbas plus kësaj ka qenë pjesa që Gjiljola filloi të agravoshe dhe në pjesën e agresivitetit, me fjalë që filloi të fliste me fjalor banal, filloi të kishte probleme me fjalë të tjera që përveç se fliste me fjalor banal që realisht kur dilja nga dera, sepse kishim atë të qera, aty kur rria në shtëpi me qera, kisha me fjalë pronarit që kisha shtëpisë e kisha lart, edhe realisht më vinte zor se isha në ata tipa që mbite të fytyra, e ke parasysh. Edhe shpesh herë ula dhe kokën me rreth djalin ika, e thoshim mirëmëngjes, thoya mirëmëngjes kështu edhe dilja ike sepse e qartë, e kuptoj pozicionin tënd. Nuk ma lejonte. Përveç saj ka pas probleme të avancume të agresivitetit, duke filluar me syrjen e sendeve në shtëpi. Kujtoj një rast që ka përplasur dhe një karrike, ka përplasur masmurit dhe ka bërë një frim t'i kukaq. Dhe përveç kësaj ka pasur rast ekstrem. Rasti ekstrem ka ardhur
në mos gabosha 1 muj, 2 muj para një muj para ngjarjes, diçka tillë, nësa kujtoj mirë, 1 muj para ngjarjes, ku kjo ka pasur në atë moment kjo mundësi në fytyrë, ka qenë një mëngjes, u nxi në fytyrë fare dhe po rrinte kështu e ngrirë. Dhe ma bën dëmu, thëshëm çka ke thash. U hapa syt me herë në djalin se kisha hallë, mos ndoshta ka ndodhur një gjë me djalin. Realisht, aty gati sa s'm ka pushu zemrën, me thënë drejtën. Se pash një nxirjen komplet saj, më fjalë nxirje, po nxirje step. Edhe në atë moment ai çike është e zeshkët dhe vet, e ka natyrën kështu. Dhe e marr, filloi pjesën e masazhit, tash si djali, qelloi që djali lëvizi për momente, pa ashtu ishte mirë. Edhe fillova mora me xhilore, fillova ta to kyçe, to pjesët të fillova t'i bëj pak masazh, derisa të vi më çka kjo thashun. Qa do të bëj një gjë, apo s'ka një gjë, thashun djali është mirë, qa kishe shqetësohesh, çdo gjë do shkoj mirë, të një më tanë. Një kohësisht dhe pjesën e masazhit, pas kësaj filloj të marr veten, aty kam marrë kur mbasi e kam qetësuar dhe jam siguruar që është mirë, kam shku tek ama saj Miranda, kam shku atje dhe i kam thënë tanës që po vi, e kam marrë në telefon që po vi, jam për pak minuta jam aty te shtëpi, kam marrë karrocën, djalin me karrocë kam shkuar. Dhe duke qenë se për fat mirë ama ishte vetëm aty, thash në mëngjes se këta nuk ishin zgjuar, i shoqi dhe djali i saj nuk ishte zgjuar, kemi folur jashtë, kam thënë që jam tremur shumë sot, thashun realisht, sepse nuk e kam pa këtë situatë, thashun këtu xhilola, thashun unë nxi në fytyrë, i kam ba masazh, mezi erdhin në vete, i dhash pak ujë, thashun biles pak fare i futa dhe i dhe me voja pak raki këtu te pjesët e buzëve, thashun pak fare futa dhe voj, thashun që si të vish në vete. Sa thashun erdhin në vete, tani është mirë, thash, por unë gjykoj thash që ne duhet ta çojmë, thashun ta vizitojmë, se nga i vjen realisht kjo pjesë, ose kjo nxirje, realisht kjo është karakteristike e ankthit. Edhe kur tjetrin e kap ankthi e paniku, ai mi fjalas nuk të fetas nuk banë dhe të nxirën fytyrë. Dhe thashun ne duhet ta çojmë, thashun ta vizitojmë, se është një psikiatër, nuk kemi çfarë bëjmë, thashun. Unë e kam bashorte, nuk e hadh poshtë, nuk jam nga ata tipa që shqyqyr që u smur edhe u bura unë të marrë dikë tjetër, nuk jam nga ata. Thashun, bilis do ta bëjmë shumë kështu, thash asaj tanës që ti do marrësh xhilor, duke qenë se djali, thashun, ka tekat e veta, se ishe mos gabosha 21 muaj në atë kohë. Dhe 21 muaj ka qenë perioda e qershorit, edhe unë i kam thënë që do ta marrin djalin dhe do ta çoj te mami im. Unë do rri herë nga djali, herë do vi aty tek ju çdo ditë normalisht, duke pas parasysh se kisha edhe punën 24 orash. Kupton, 24 orë punë, në atë kohë kemi pasi fatkeq se ne vetëm një ditë kemi pas pushim, se kemi pas probleme të stafit, pra nuk kemi pas staf në kohë. Dhe, dakord, ram dakord me atë, tamën që do e çojmë për vizitë, tashun po këtë do ta bëjmë thashun pa ditë xhilola, nuk do t'i hapim kartel thashun, se ato kishin hallin se kishin bërë një debat më parë, se kishin hallin se mos ndoshta unë i hap kartel dhe marr fëmijë. Këtu i rritet që kishin gjithmonë tek e keqja, po nuk ishin ata. Kushdo që mund pyesi fare mirë, po të kisha dash, realisht mund ta kisha bën, se mjekët i kisha shohë miq të mirë, dhe realisht e kisha hapur kartelën, po nuk jam nga ata. Gjithmonë e kam mbrojtur. Biles dhe për këtë ram dakord që ne do ta çojmë, do t'i bëjmë vizitën e gjitha, por nuk do t'i japim kartelën, do t'i marrim mjekim. Në mënyrë që kjo mos penalizohet për shkak se kjo kishte ka profesionin mësuese. Dhe të masin e ka për psikologji institucion. Dakord, ram dakord, shkoj tek një miku im i lartë, një funksionar i lartë, dhe i kërkoj që për një doktor, lëm takim me doktorin që më thanë,
do ishte në datën 1 gusht. Realisht takimi me mjekun, neuropsikiatër, vinte nga jashtë. Ishe joni, po kishe shkuar jashtë në atë kohë, edhe do vinte, okay, dakord. I kthej përgjigje që jam dakord për pjesën që do vi në datën 1. Mbas ka qenë diku 10 ditë në mosgabor, 10 ditë para ngjarjes, pse them para ngjarjes, para datës 28, të cilën do ta sqaroj pak më brava. Ka qenë 10 ditë që Gjiljola e kam patur në shtëpi dhe më hodhi djalë, mori djalin siç e pati kështu në krah, dhe e hodhi kështu në pjesën e divanit, në pjesën e krevatit, në fakt. Aty kam thënë që çfarë bën. Dhe realisht jam trëndit sepse djali po të kisha me pjesën e kokës, realisht kishë mbaruar punë aty. Për fat mirë unë ka bash shumë derë, shumë respekt, nuk ka pas i ritëm, thotë ja që Bukuroshi kur ka ardhur qoftë dhe privatisht më ka kërkuar i cent. Jo vetëm që si kam kërkuar, por edhe kur ma kanë dhënë, ja kam pa na fëmia dhe kam lënë aty se të tillë kulturë kam. Okej, dakord. E kam bën me dashamirësi të madhe, s'është problem. Dhe vazhdoj ta bëj. Puna është që aty kam marrë nënën staj në telefon, i kam thënë që kjo nuk mund të vazhdoj më, që lloj situate nuk mund të vazhdoj më kështu, por ne duhet ti ta marrësh gocën deri në datën 1 gusht. Fëmin po e mbaj unë, nuk është asnjë problemi, sepse unë nuk mund ta duroj se u bë realisht kur hodhi djalin u bë pa durueshëm aty, sepse ta edhe fëmijë nuk paska më keq kur ta hedhë fëmijën. Pra ti në këtë moment kërkove ndihmën e ish vjerrës që ajo të kujdesej për të bijën ti për djalin. Dhe jam dakord për këtë pjesë që okay, do ta mbaj. Edhe mori gocën në shtëpi. Çka bëri? Në datën unë atë kohë ka qenë 20 ditë që unë ka pas shërbim 1 ditë po, 1 ditë jo. Po. Është lehtësi ishte verifikueshme edhe njëve për Rogozhin, pra në burgun e Rogozhinës, ku më punoja, si ndihmës mirë ose infermier quhej si dush. Dhe në aty ka qenë 24 orë, po 24 orë pushim, pas 24 orës vinte se ti në orën 11 e ca vjen në Elbasan, 12. Dhe këtë vija fal një shoferi që kishim në Elbasani që shpërndante bukën se po të prisje makina do isha akoma dhe më shumë se e tillë ishte situata. Në atë kohë s'kisha as makina se më ishte prishur, okay. Dhe më pas ram dakord që ta mante mamaja, okay. Ishin të ditën që thashë vija na djali, vija dhe me fjalë djalin e kisha çu herë na maja, herë dhe maja vet. Në datën e 27 unë kam qenë punë. Më merr mami im dhe më thotë që më kërkon Gjiljola djalin në anti-VP Rogozhin, me anë të numrit e burgut Rogozhinës. Plasim 27 qershor të kujt viti? 27 korrik të 2023. Dhe në dalë më thotë që mami që do Gjiljola do fëmijën. Plus që në atë kohë mos gabosha ka qenë dhe pjesa që kjo ka ardhur në Itali, sepse iku për ca ditë në Itali. Dhe realisht mendum që në atë periudhë që patëm dhe këtë problemin e djalit, unë mendova tash unë asaj nanës, meqense ata ajo jemi ta shkojmë herë nga tezja në Itali. Tash okay, po tezja në tani që edhe po për mua mos e çoj. Okay, nëse mori e çoj, ram dakord, por edhe unë mendova me të time që dali ndryshoi ambient. Mase dhe tjetri po ndryshoi ambient, fillon mos ndoshta të relaksohet, diçka shkon më mirë. Okay, dakord. Thash me kush tash nëna se shumë merri dhe jep ilaçet. Ilaçet as nuk i morën, i lan lart frigoriferit ku kam pak vendur në kokë, bilës i kam bërtit të tamës dhe sa i kam bërë pak fjalë, kam thënë që po nuk të vjen zor ty që i le ilaçet e fëmijët tënd. Ku ti gjesh ti ilaçet në Itali tani? Ja merr dot ato ilaçe atje, shikoje nëse ke mundësi merrja edhe jepja. Kur u kthy goxha shpazume. Nëse në datën 20 këtu kthyet e data 27. Në datën 27 thotë mami thotë më merr me anë të informacionit të burgut, se kishim marr numrin e burgut.
Edhe më thotë që ja kisha lënë për raste urgjente dhe realisht kam pas frikën atë ditë që mos ndoshta kishte diçka fëmia. Mëse fëmia ka qenë dhe në atë periudhë që ka qenë dhe me mjekim. Sepse shumë ditë përpara ka marrë ftofje para se kjo të shkonte te nëna. Ka një 10 ditë kur indi fëmia. Intensiv, me fjalë nana me ka pas bërë injeksione 2 dhe përveç saj ka bërë ceftriakson dhe dyta është kuru me pjesën e inhalacioneve dhe pjesën e shurupit. Okej, dakord. Nëse kthehet Gjiljola, më thot më tharata e shef informacion, thotë bukur është të kërkon familja. Unë siç ashtu zbres në frym, mbyll derën e punës, normalisht ne kemi të tillë që ne na vinë të burgosit vetë lart atje, edhe ndonjëherë edhe pa shoqëruar, sepse nuk po bëjnë rrezik. Kupton, është thjesht një fjalë gjërat tona, me fjalë si i kemi rënë dakord vetë për çdo gjë. Okej, dakord, ose e preti gatshëm i lart. Në atë moment e kam mbyll për siguri, e kam mbyll derën, e kam dalë shpejt. Kam folë, mamën e çfarë tha, ka marrë Gjiljola, tha, dhe do djali. Mirë, po unë realisht isha me mendimin që mos e dërgonte, po duke qenë se ishim shefi i policisë Edmond Alimadhi, nuk më la atëherë për shkak një konflikti që kemi pas për punë partije, sepse u blen votat në burgun e Rogozhinës, u blen, me fjalë, u detyruan burgosmit, nuk u blen, nuk mund të quhet bler, u detyruan burgosmit që të votojnë 100% për atë thuajse 98% për Partinë Socialiste. Okej, dakord. Edhe që si ka kjo pjesë, në fjalë gjë politike, dhe i kërkoj këtij shefit që të dalë jashtë flasë të komunikoj me telefonin tim me familjarë, nuk më lejon. Okej, kam folur, kam thënë mamit mirë, të shumë ti vetë, shumë çoja, por situatën mami nuk ja kisha treguar që këtu situata me fjalë ngjarjet që ka rreth fëmin apo e qartë. Po bën to veprime. Okej, dakord. Deri këtu i jep fëmin mami, edhe ndarkët nuk kam folur, nuk kam komunikuar me familjarët të mi, për shkak të situatave që ka qenë atë ditët të burg. Okej. Dhe më pasi nini shkoj dhe të nesmen, sa po dal nga puna, më merr Gjiljola, shkru fillon atë fjalorin e vet banal, dhe unë që i themi rri që të sotë qëketi do vizemra do të rregulloj, mos e vamenje, edhe pak ditë ka ngelur, qëket do rregullor, do bësh mirë, tjetër më radhë. Po pa i thënë që do të qojmë në vizit. Okej, dakord. Shkoj të shtëpia, e kap qafët e putë, siç realisht e kam puthur me madh, në fond drejtën. Mos andajnin qa kjo të shumë, tha, në gjitha merë, djalin tha merë këtë drejta se nuk e du, tha, nuk e mbaj do, tha, macaro, më ban, të shumë qketi që të sohë, qumin e majun, të po di vete e kërkove. Ta prun të atë mit, apo e kërkove ti? Jo, e kërkove, okej, dakor. Ta një e kërkove, kur se ma e do, ti mere pra në telefonë, hajde mere, nuk më thoi që se ma, po e se mere, se unë kam të gjëra tjera, dhe së është problem. Dhe shumë, mami me tjilër, mami në ka pas mësu se realisht. Në atë kohë, mësuese për vitesh, dhe më pasin një marrë djalin, marrë atë qumshin që i kështë dhanë mami e to gjitha, marrë në çdo gjë, shkojnë shpitime. Shkojnë shpitime, pas më shku shpi, tham që e dam që kjo do rrinte aty, te i momentin që do vinte data 1. Duke komunikuar dhe me i zhvjerë. Më pasin një zhvërë. Kjo në orën 5, shumë falë, në orën 15, deri në orën 15, në orën 12, deri 13, deri në 15 ka qenë mami im të shtëpia ime. Sepse çdo datë së shtatë ne kemi si të veçantë dhe i bëjmë ndaj diçka djalit, e marrim në nxjerrin, kjo parasysh duke qenë se është fëmia parë, i ka shumë pritur, me ka shumë sakrifica, normalisht që dashuria shtota akoma më shumë. Dhe e morë, mbasi marrim me mamën, thot mami të rri unë, si ta bëjmë për sonde, thash unë gjë.
ti shkotesh në shtëpi si që bashkë me vllajin, si i vakam. Shko bashkë me vllajin në shtëpi, thash unë do të themi thash për masditën çfarë vendimi do marr, që do ta marr fëmin e do vi te ti masdite, apo do më vish ti në orën 5 të mjeshtu në shtëpi. Sepse në orën 5:30 dilja nga shtëpia dhe ngjarë duhet isha te rreth rrotullimi i luleve për tiku për në punë me personi që kisha në fjalë që çonte bukët. Se i kja bashkë me atë, sa herë kam shku bashkë me atë. Okej, dakord. Mirë, tha mami, thashtë e lam do flasim, kur do flasim, diku na ora 6, të shumë kemi për folë, okej. E mora, zgjohem në djalin na ora 6, pasi i thash ushqime tjera me radhë dhe vuan gjumë. E morë, u zgju djali, ama rrushë që u zgju, ka bavizan, hajde të dalim. E vesh, e ushqej, e bëj gati, marrë dhe ato gjarat pampersin, kremin, çdo gjarat e lagura, u qumshin me vete, diçka kështu për tangë që krun të dhamët. Edhe e marrë djali, e marrë çdo gjë me vete, e vëm karrocët poshtë. Edhe nisëm për gjumë. Më në aty ka qenë ja 2 gocat një ishte goca e këtit djalit që që ikshin për punë, ti shoku, dhe një ishe mbesa e këtje. Ajo mbesa faktikisht është shumë e fuqme me rojnë dhe donë të jashtëzakonisht shumë. Gjithmonë e vinte prapa, sa e shikte, e vinte të mamën dhe në fjallë dhe tamën të dy në fjallë, dhe gjyshën dhe mamën, edhe vinte mas qunit tim. Do vi me rojnë, thëshe. Okej, me moshës ma, diku të 6 vjeqe. Më thot e gjyshë, thot, por është i përtojnë 2 dhe qyshti ma lehtë, se i marrën to, më se ramen, të shumë t'i bëj gjë. Po e gjë të lodra, të dujtëm një qikë të parku, bëm gjë të lodra të trenin, në Elbasan, të aeroplani. Gjë që si për fëmijë, si më të lumtur. Po, por... Ti plotësojmë dëshirat. Edhe të mos i mungoj gjame pa pjallë. Më gjithse mosha djalit tim që i vogël, po prapë se papa e kështë i qef trenin vetëm ato dritat e apo sa shiftat e jusë që për pjallë. Dhe nëse, në bas kësaj, këthem diku nga ora, ka qenë diku nga ora 8:30, jam këthyër, i kam dhënë 2 fëmit, më fjalë gocën dhe mbesën shokut, mu të gjatari, lokal gjatari që është mbi shkollën e Infrashis, dhe edish në mundin kufizus në atë portën me shkollën në Infrashi, edhe kthehemi djalin që të haj picë, të mendohem se çfarë përgjigje do i kthej mamës. Nuk ja kthea përgjigjen, më thënë drejtë në orën 6. Okej, mora, edhe kur mori mami, i thash që prit të shënjes se po bëj gjyre me djalin, do të shoh do të them. Dhe mora djalin, ulem të pica. I the mami gjonë, në pami picë. Tani, edhe unë nuk po vi, po t'i bëu gati nëse mjesë se di vetë në të orarën të du të shpia. Në 5, kur them 5 fikse shumë, se ndryshe i bie thëshën ta unë këtë pjesën e punës dhe të shkojnë më vënje se kushëria hanë të fjallet e njëna. Më dërgon një mesazh, i bi telefoni Gjiliola, nusë me fjallë, unë e rëmë shkujt Ola. Edhe e shikoj, nuk ja haper në parë, me thonë të redu. Ta shumë kjo o të shme dhe me intime kushëria në gjonë, se po t'jabje telefonin dhe fillot e fjallë banale, pa lidhë në herë shumë gjana. I fliste kot pali dhe pa një shkak, se realisht jam tip që nuk i le shkak të flasi. Bile për kundër, si edhe kur flet unë përpiqem ta qetësoj, se duke parë se gjendja... Problemi që e kishte, i qartë. Por çfarë ndodhi bukurosh, për ta kuptuar? Dhe aty më dërgon një mesazh, nuk e di pas telefonatës para, dytë, gënjej për këtë pjesë, më dërgon një mesazh, thotë jam tek shtëpia. Mendova se kisha ardhur në shtëpi. Nuk e di dhe këtu nuk jam i sigurt, e marr vetë apo më telefonon, ajo nuk e di, edhe nëse hap telefonin dhe flas. Dhe i themi që që kemi qaban si e zemra e mirë. Anë të shumë, pse ke ardhur të shtëpia, thështë. Në lam të bashkë thëshën që ti nuk do vije, sepse unë kam shërbimin e fundit nesër. Më thotë që jo, thotë, unë jam të shtëpia, mami thotë, po vim atje të ti.
që duket ishte telefon me Viva Voce, plotësisht jemi bindur që ka pas, sepse dëgjosh është zëri shumë i lartë, dhe më thot, në krahun tjetër që thot ai Jati, që se i thash jam të pizzeria, ku je, tha mu jam të pizzeria. Thash jam të pizzeri me kjera, po ulëm për herë, thash me djalin, pa i pizë. Tha, okej, tha, po unë po vi, tha aty. Në krahun tjetër thot ky Jati në fjalë Aliu, dhe thot ish vjeti, thot që të vi dhe unë thot ta një pizë të bashkët, se kemi kohë që si mi ullë. Thash unë pa me atë, hajde se mos do vinë me avion të shëto, po me taksi. Ato më kam do vjetë, shu jes me to. Thash unë po të prestu, i japë të fëminë, thash unë tikin të dyja me tamë në vetë në shpje, thash dhe ne ullim ham diçka, ose ham gjithë si qemi, si du shti, thash unë. Tha, këto nuk më marrin, tha se këto po vinë, tha me bicikleta, unë nuk vi do të, tha si ndjek do. Bëj si du shesh, po deshet pres. Zdeshe, pa po mirë, nuk po vi, okej, dakord. Vina as nuk shkoj atë 10-20 minuta, diçka tjetër, 15-20 minuta, ndoshta më pak, ndoshta më shumë. Vin rreth orës 9:30, realisht vin aty tek pizzeria. Tek pizzeria dhe çka ka xhilore, po të tillë me fjalorin që dhe të shpok tuti të rejsa. Ile për jashtë. Hajde ty për jashtë. Gjana që nuk janë normale, po këva e si bu mi kënë tja ftyra ku i them. Për nërë them që janë shumë gjana që më vjen zorë dhe t'i komunikoj. Të shumë ja barë me shekje. Mos falë, pa hajde. Unë isha në cepët tjeta, isha në cepët tjetër derës. Unë isha në krahun tjetër, në krahun e kundër që ishe Zhilolja që futë shëmbëna. Pjesën e jashme, është i pjesë me xham aty te pizzeria me kera, përballë me shkollën në Infrashi. Dhe thot kjo nuk vi, thot unë, thot po hajde thot për jashtë, thot se kam punë të mia. Fillojmë atë fjalorin në vet, aty vjen ai kamarieri, thot mund të dora po. Kush është? Tash gruaja tash. Unë e di tha që ty të ka vdek gruaja, se ty s'kam pa, tha se realisht ka qenë periudhë gjatë, të cilët unë dila vetëm unë me djalin. Qyse po thuj se qyse ka le djali, qyse ka pas Xhilola problemin, veçëm unë kam dalë me djalin xhiro dhe Xhilola nuk të vinte mbrapa. Po. Nuk vinte për shkak të problemeve, jo se s'vinte se nuk do të më kuptoni drejt. Okej, dakord. I themi atit, jo më jo të shumë nuk se ne kam në rregull dhe shumë mirë të shkjohen, se shpo puna dhe gja pa qetë, se shumë ka problemet e vjeta. Ama, dhe shumë shita e rejtë, shumë jam edhe i qik tip të shumë që më vjen gjyna, dhe shumë qosë edhe për shkak problemi që ka gjithë, dhe shumë mos e ki problem të gjithë. Për pjesën e fjalorit, që se thaj, ky fjalor të se shpërdor, të shumë lërët, pjesën e fjalorit, të shkak kur se kam problem, unë ti normalisht që nuk është problem fare. Okej, dakord. E pa që situata pa agravonte, edhe që bëj, themi asaj me andës, po merë Xhilorin të shikë shpia, prisnis shpia. Jo, tha do bajmë djallin. Po mirë, thë shumë, në diçkin e jo, thë shumë, i thash atit kamaria, djalli faktikisht po i shijon të pizza shumë, më thash, po hante i qik, se përfundojmë, thash, prit sa përfundoj djalli, thash, e dakord. As 2-3 minuta, 5, dhe shumë ta përfundoj djalli, ndërkohë që Xhiloria flista një më tanë, e mor djalin kraj, të atit kamarjane, e bëjmë shenjecet, paketose pizën, thash me andës e vën karrocët pizën, e themi merë karrocën ti, dhe unë po marrë djalin, po këthem po paguj legët. U dha si jeti dhe roshi, dha, unë ta kam tha bicikletën, dha se marrë do të dhe karrocë, po bje djalin kraj, tha mu, e ves me karrocë vetë mrapa. Mu shmenja mu, jap djalin, dhe këthem paguj pizën dhe dalë. Aty e lehtësisht e verifikueshme, pavarësisht se kamerat e pizzerisë janë fshirë, nuk e marr asgjë, por me fjalë sikur nuk ekzistojnë. Prandaj do ta them në fund që është bërë çdo gjë me dashakësi. Bile do të shoh dokumentat, po shoh mënyrës e hetimit do vazhdojmë kokë. Okej, dakord. Mbas kësaj e
marrë djalin pasi paguaj picën, marrë karrocën falë, se djalin e kisha dhënë asaj, dhe marrë karrocën unë, dhe kur dalë të porta në infrashi, Gjiljola ma kështë zhvesh djalin. Djali ka qenë me bluze të hollë, me kratë qata, dhe me paltuta të hollë. Pavarësi se ishe korrik, po në atë ditë ka qenë një ditë freskë. E qartë. Dhe ka qenë freskë darka, duke qenë se djali kishe vetëm 48 orë që kishe ndërprer mjekimin, pa i mush 48 orë realisht, që kishe ndërprer mjekimin, se në datën 27 kishe ndërprer realisht mjekimin, se dhe në datë 26 me mjekim, dhe djali po kishe e athe. Edhe i thej, mu qa bara, të shumë, dojnë me këte të shumë. U qmenda të shumë. Dhe me këtë dorën, po jo ta kem preka, thjesht e kam marrë qurë, të shumë stop, stop. Vite pjesën që e stop, se kisha këshu, pra ne e ktheva dorën në të pjesë këshu. Edhe e thëshë stop, të shumë. Edhe hyra midis kësaj dhe djalit. Tu kisha se kisha dhe hapësirën. E morë djalin, vë karrocët, i vesh tutat, i vesh trikon, duke ngrit dartë, që të ngrinë mund, po që është përri këtu, edhe duke i futat pjesën në tuta, ka pas djalin të pozicion. Gjiljola ka qenë jo më larg se 1 metër e pak. Nga. Dhe në atë moment Gjiljola, pse i vesha unë djalit dhe më shkoje imja, Gjiljola hapi krahun, se nuk e mbaj realisht nervat atë, po ta përvokosh gjatë atë, nuk ta mbaj nervat. Edhe ajo i të hap krahun, dhe unë zhbëra, në atë moment që Gjiljola hapi krahun, në këtë pozicion, nëse si që jemi në dy, ballë për ballë njëri tjetrin, nëse ti godet me krahun e djatë, ti nuk ke shanse me më godit mu se koka fëmijës është këtu. Dhe unë zhbëra, në atë moment kam marrë djalin nga këtu e kam zjerë këtu. Edhe këtë pozicion e kam hënë vetë grusht. Pra, ju goditi juve. Nuk e disa nga 1-2 që në si ka. E fjallë gogja. Edhe në atë moment më dhe i diçka me gjujtje nga mrapa, nuk e di, po vonë pashi, mrapa me ishe vjerë, po ka godit pa Gjiljola, ashtu vjerë duke ditë gënjetë. Por, bukurosh. Në tokë për momentin dhe si tip të pulesë në momentin. Edhe djali qante, të shumë, mësë qajt i babin, të sa babin mirë. Ka babi gjën, ka babi shpirt, e mora vetë nga bashafar, fillon ngresha. Gjiljola aty me jetë një andën të tuan të mërëshin fëmijë. Unë fëmijë thëshë nuk ajo. Fëmijë nuk i me shansë me pa thëshëm, me marrë thëshëm falë. Jo me marrë thëshëm, por ju thëshë do iknin polici tani. Unë do marrë thëshë polici. Realisht, këtë policis i kam thanë thjesht për të bërë që ato të largohen, jo për realisht diqoje, sepse... Por një gjë nuk kuptoj, bukurosh, se po të gjoj me vëmendje. Mirë Gjiljola kishte probleme të shëndetit mendor që pas lidhjes së djalit, por nëna e saj, në profesion mësuese, një grua e shkolluar... Jo, profesion mësuese ishe mami im, jo e saj. A, mami juaj, më fal. Ai ishte shtëpiake. Por ajo ishte një nën, një grua që kishte rritur fëmijë. Ajo e diti që vajzën e kishte të sëmur të shëndetit mendor. Jo, nuk mund të them shëndeti mendor, sepse ne duhet ta ndajmë të pjesën, ne kam thënë gjykat. Shëndeti mendor është tjetër, po ai ka pas probleme realisht të depresionit. Pra. Depresioni është ndryshon në pjesa e çrregullimit mendor, se depresioni është i kurrshëm, është i qartë, e kuptoj, por nëna e dinte këtë gjë, si ka mundësi që nëna e vet nuk e frenonte? Se këtë s'kuptoj. Këtë nuk e di, pra ne do ta them që ata kanë ardhur si thosh me fshën gojë. E që unë jam pajgja, ato kanë ardhur me fshën gojë, gati me çifte fshën gojë, që si bëjmë keq. I themi që do marr policinë, më thotë që Roshi thotë kjo dhe lërë dhe tjetër. Se e tjetëri që shë Gjiljola më falë, më banë, ne ma thanë kërkojnë falë, si përfundim i falë aty dhe unë i kinë shpitime, këto këthe në shpita. Në bas një orë të shkojnë, realisht si mas orës time, që është orë reale, së mund më intereson orari policisë, po nuk jam tip që gënje dhe nuk më intereson të gënje kur. Ka qenë një orë, mas një orë kanë shku komisarë, 2 orë 20 minuta deklaron policia. E kam pasur çështjen të emisioni fiks fare. Emisioni fiks fare nuk e ndoqin siç duket në rastin. Pse do thoshti? Mbas publikimit të rastit tim, që është publikuar nga vllai i video regjistrim të shefit të atit OPG-s, jo shefi, pa atit OPG-s Erion Çekrezi, i cili më manipuloi letrat mu, ai atë natë në ngjarjes,
Ai në vllajin bën një bisedë në telefon ku i pohon këtë kundërtën e realitetit. Pa e ke në YouTube. Atë mjafton bukur është shkruar fix fare, është një video 9 minuta 27 sekonda, 24 sekonda të gënjejmë ty me 10 Po sekonda. pak rëndësika. Dhe më pas. Bukurosh. Më pas. Ajo ka shkuar të ka denoncuar ty. Aja ka shku ka denoncu sikur unë e kam dhunuar. Po pra. Pra unë e kam rrahur. Këtu dua të ndalem. Kulmi i policisë është këtu. Pas denoncimit. Dhe që kjo i deklaron hapur përpara policisë dhe polici me gojën e vet e shpreh dhe e firmos që kjo ka ardhur 2 orë 20 minuta në vënesë. Realisht ata kanë shkuar 2 orë 20 minuta. Por nuk është bërë raporti mjekoligjor as atë natë as asaj as mua, unë që kam kërkuar, nuk më është bërë, por i është bërë kësaj mas 3 ditë. Mas 3 ditë që kemi qenë gjyq, kam dalë në gjyq, pas 3 ditë që kam netur në komisariatin te rruga Minepeza. Jo Minepeza, te rruga Durrësit, po në krahun tjetër, që është një rajon policia, aty nuk më kujtoj, dhe 302, më fal, tani fiks. Dhe pas 3 ditë që kam netur aty, dhe kur jam kthyer ditën e hënë në gjyqe, ngjarja ka ndodhur ditën e premte, për ditën e hënë, kur ka ndodhur ngjarja ditën e kur kam marrë gjyq ditën e hënë, më sheu raporti mjekoligjor. Janë sheu dëshmitarët. Prokurori Petref Aslani ka bërë komplet fshehjen e provave. Dhe çfarë bën? Të lutem, Bukurosh, që ta sqaroj. Atëherë, ti u denoncove nga bashkëshortja për dhunë, u ndalove nga policia, qëndrove 3 ditë në paraburgim, dole përpara gjykatës dhe çfarë vendosi gjykata për ty? Gjykata Megistra Kosha. Unë e quaj me fjalë një shpërdorim të hapur detyrës asaj, që ajo vendos. Dhe që me fjalë prokurori, pa u bërë asnjë lloj hetim, pa u paraqitur, pa thënë ajo si gjyqtar që ore, dalin se kjo ka dhunë, po kemi një raport mjekoligjor të kësaj? Po, u dënove me sa? Ka qenë dhunë në kjo? Me fjalë, unë jam çu 30 ditë në paraburgim dhe këtë më ka çu Megistra Kosha se prokurori thoshte burg pa afat deri në sigurim provash. Pra mund të qelçi në përburgje, mosisht të luaj një lek, edhe prokurori se për këtë që në burg pa afat ata që ti të luash një lek, edhe po deshe të zjenë në gjyq, po deshe ti kalë më tjetë, punë madhe kur dalin vërteta. Por çfarë vendosi gjykata në fund? Çfarë vendosi gjykata në fund? Mas 30 ditë, realisht ka zgjat 32 ditë. Mas 32 ditë unë kam dalë në gjyq, pa 2 ditë më vonesë. Do të thonë bie jam në datë 20 në angusht, kam dalë. Çfarë vendosi gjykata? Gjykata vendosi duke përfshirë dëshmitar, duke përfshirë raportin mjekoligjor, gjykata vendos në çojmë unë arrest shtëpie. Me arrest shtëpie. Ti u dënove me arrest shtëpie. 14 muaj e gjysmë, më fal. 14 muaj e gjysmë. Kam pas probleme shëndetësore, kam shkruar prokurorit, kryeprokurorit Elbasanit, Krishnika Jazi, fytyrës krimit prokurorisë realisht, sa ai përfaqëson bandat aty, nuk përfaqëson prokurorin. Ajo është faktuar edhe nga Partia Demokratike, që ai përfaqëson bandat, dhe përveç kësaj, ai unë në puls të vërtetuar nga mjekja 115 mund nuk lejohet të shkojë në vizitë. Por duhet prisja prokuroren time, sepse Petref Aslani e qëroi vettingu, pra i lera me të në vetting, dhe vjen Zena Lila. Zena Lila më thotë, unë duhet prishim një muaj masi të bënte lejen e zakonshme Zena Lila, të shkojë në vizitë. E qartë, por të lutem, se po shkojmë drejt fundit. Por, dalim të problemi i fëmisë. Por, do të pyes që ta kuptoj. Ti u dënove me arrest shtëpie, kreve dënimin, sot je i lirë, ke fituar lirinë. Jo, jemi proces gjyqësor, jam për pafajësi. Ti je në proces gjyqësor se kërkon pafajësinë. Pafajësi e kërkoj në apel, po të shohësh. E qartë. Qytetarin e Elbasanit për të marrë karrikën e tij ai, ka dhënë një vendim ku prokurori nuk e firmosi, prokurori i 4 në listë, sepse kanë 2 prokurorë kanë qenë, i treti ka qenë provizor, vetëm për instancë gjyqësore, dhe i katri Gzim Spahia. Gzim Spahia kur ka dhënë pretensën, nuk e ka dhënë deklaratë me shkrim, po i ka dhënë konkluzionin me gojë. Unë i kam kërkuar me shkrim sepse unë tash do ta ankohem spak për këtë pjesë. Por të lutem, ti aktualisht je me arrest shtëpie apo ka mbaruar dënim? Jo. Aktualisht unë kam hequr masën e sigurisë. Po, në rregull. Kam qenë detyrim paraqitje për 5 muaj e gjysmë, 6 muaj, diçka tillë. Tani
E kuptova qartë. Pasin një kanë shku me kemi dalë në gjyq, gjyqtari Elbasani më ka dhënë dënim të pameritur, pra ka asë konkluzion, a i dhe më i meqëm se prokurori, pra prokurori pretendon për i dhunë psikologjike në bazë të psikologje një orkestra, që unë ja kam demonstru dhe në aty në sanë gjyqi, dhe ja kam faktu që ajo nuk, e kam mbrojtur. Tani të lutem, dalimi te djali. Djalin e ka Gjiljola, nëna e vet, dhe ta pengon ta takosh. Çfarë ka vendosur gjykata për djalin? Në gjyqin e gjykatës, që paralelisht me gjyqin penal. Po, e kuptoj. Janë zhvilluar paralelisht. Unë kërkova ndërprerjen e gjyqit civil me pretendimin dhe me faktimin, jo me pretendimin, me faktimin që psikologja e djalit, mi fjalë, psikologja që më na morin pyetje të dyve për çështjen e djalit, për çështjen civile, Eriona Hoxha, ajo ka gënjur. Pse ka gënjur? Ajo ka thonë aty që sikur unë kam rënë dakord që unë bukurëshuda ta marrë, ja lej që fëmijët të rriten në kujdesin e nënës. Gjë të tillë unë nuk ja kam thënë. Unë përveç kësaj, unë i kam faktuar psikologës të më dalë dhe të më muhoj. Unë i kam faktuar psikologës dhe i kam nxjerr komplet realisht se kush është Gjiljola, dhe ajo ka pa me reagimet e saj aty, më ka thënë që po e regjistroj të seancë. Më ka dalë që nuk e ka regjistruar. Gjithsesi, se po të dalë regjistrimi, po të ketë regjistrimi, unë nuk e kam marrë akoma materialin audio të asaj seance, do të shkoj nesër. Megjithëse jam me vonesë, po nuk ma kanë dhënë. Kam baja 2-3 kërkesa, po nuk ma kanë dhënë. Kam pritur 3-4 muaj, 5 muaj, prit që do vi përgjigja, sot prit që do vi nesër, s'ka. Gjithsesi. Tani me sa po kuptoj unë, kujdestaria e djalit nënës. Ç'a bëti? Po ju, çfarë keni ju? Çfarë ju ka lënë ju kujdestaria? Të drejtat e takimit. Unë ka lënë drejtën e takimit 4 herë në javë, ta marr fëmijën ditën e premte në orën 10 dhe ta dërgoj ditën e shtunë. Ju nuk jeni dakord me këtë vendim? Ju nuk jeni dakord me këtë vendim? E kam apeluar, është në apel. I kam bërë disa letra të nderuara gjyqtarit të çështjes, gjykatës apelit. Pra, ju kërkoni kujdestari unë i kam faktuar që ish bashortja, apo bashortja ime aktuale me letra, Gjiljola Ruda, nga Runja, e dhunon djalin. Shkuton më vëmin. E dhunon fizikisht. Ju kërkoni kujdestarinë e djalit sepse pretendoni që djali është në rrezik me atë nënë të sëmur. Patjetër. E qartë, e kuptova bukurosh, gjithë çështjen. Pse do thosh? Ata në raportin mjekësor që ja kanë blerë asaj, ja kanë nxjerr të pastër. Por realisht ai raport është nulë nevojë sepse që të bëhen që një njeri të konstatohet nëse ka apo jo probleme, duhet i bëhen analizat. Atëherë të lutem, Bukurosh. Nuk është bërë asnjë. Bukurosh, do më japësh dhe mua kohën e dur për të bërë verifikimin e të gjithë kësaj historie dhe seancave gjyqësore që ti ke qenë dhe je akoma në proces me Gjiljolën, do më japësh kohë, por nëse Gjiljola do e ndiqte këtë live me Odetën dhe do reagonte, ju jeni i gatshëm të jeni në një përballje me Gjiljollën? Patjetër. Unë jam i gatshëm në çdo moment, biles, po deshem me ditur, unë kam qenë ai që pavarësisht se ma punon, padrejtisht, unë kam qenë ai që kam shtrit dorën, për gjithë të djalit të takoj, të flas me djalin, të komunikoj, nuk lejon të komunikoj me djalin. Djali mund vjen me shenja dhune, me të nxira në ballë, sa fund me në kartë në krah, ja ka marrë OPG ja Elsanit, policia, rrugeçit e policisë së Elbasanit, bandat e policisë së Elbasanit, sa ta janë bandita atje, nuk janë policë, nuk pranojnë që unë të bëja kallëzim për djalin. Mirë, nëse Gjiljola, nëse Gjiljola është duke na ndjekur, e mbyllim me një mesazh që ti i dërgon Gjiljolës. Atëherë, ajo që themi unë Gjiljolës është kjo. Djalin ta lë qetë. Djali të rrijë atë që dëshiron. Djali t'i plotëson të gjitha kërkesat, të takojë sa të dojë dhe të flasë sa të dojë me babain e tij, të vjetë në djeni babai për çdo problem të djalit që nuk është vënë realisht më para, sepse edhe si
si rreth theksojmë me shumë me shumë forcë të pjesë, ose me shumë se ndoshta nuk po gjej shprehjen, që Xhilola të mos e dhunojë djalin. Nuk dhunohet ai fëmijë. Nuk vihet ai fëmijë me shembull. Nëse situata është kështu, është vërtet problematike. Po. Prit ka një diçka të shpunit. Xhilola bën veprime të turpshme me djalin. Kryen veprime të turpshme, vjen djali në shtëpi dhe për këtë unë betohem, unë vjen zor tash dhe herë. Nuk mund po të dërgoj video, do çmendesh kur ti shohësh. Vjen djali në shtëpi, thot babi, thot më lëpin mami atë, thot hajde ma bë dhe ti. Djali thot mami më lëpin, ma bë me gjuhë dhe ta demonstron. Unë nuk kam pa një fëmijë të atij saj moshe. Jam skandalizuar, jam shoku. Para një javë kam pa denoncimin në komisariat, më qenë se u pranu sepse shkoa ta AMP, se realisht nuk do pranoheshe, po mos shkoja ta AMP. Nuk do pranoheshe denoncimin. Bukurosh, të lutem. Duke ditur që e mbushëm minutazhin për ditën e sotme, ndoshta nesër ne do jemi të dy së bashku live, sepse pjesa e fundi që ti më tregove, abuzimi i një nëne ndaj fëmije, i një nëne të sëmurë të shëndetit mendor që është e pavetdijshme për çdo lloj veprimi, është një rrezik shumë serioz për djalin tënd. Dhe nëse historia është kështu, është alarmante dhe zëri juaj duhet të dëgjohet. Ta them me plot gojën. Unë do bëj pamundurën për të bërë të gjitha verifikimet, për të qenë transparente edhe me ju, për të lidhur edhe me Xhilolën, uroj që dhe ajo të më telefonoj qoftë ajo. Nuk ka numër telefoni sepse polici më ka thënë që pardje kur i ka shkuar, ajo ka thënë që i ka thënë polici ti mos më hec më këtu në shtëpi. Nëna e saj, familjarët e saj, se unë nuk kam as numër dhe nuk flas, nuk pranoj të flas të komunikoj djali përveç ditës që e ka për ta. Nëse nuk ka ajo një numër telefoni, kam prindit e saj, gjithsesi do mbetemi në kontakt. Ishte histori shokuese. Të përshëndes dhe do lidhemi. Okej. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrot me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live më odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëjeni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori njerëzore. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.